këta që kanë fitu, që janë kryesisht Ilmire Qica, 5 vjetëre po flasë, prej Ferizajt, Gjavit Haliti, prej Dugagjinit, Pejs konkretisht, janë njerëz që aktivitetin e vetë e mbështesin në teren dhe jo në inxhinierin partijak. Më thonë, inxhinieriku partijak folëm, që janë këta trit. Të KLDK-ja e thash, kurse të Alianca, mirë që Alianca është në kuvend Kosovë, sa që sa do tjetë, edhe ashtu do tjetë kuvendi Kosovës. Unë e shpresoj që Zoti Kurti ka obligim edhe politik, edhe shtetënor, edhe moral me i bon kuvendin edhe qeverin në afat rekord. Dhe ka mundësin, por edhe parë 51% nuk ka pengesa në krijimin e shumicës parlamentare në kuvend dhe krijimin e qeverisë të ri. Këto do më është e krijime, por që e kushtim mushajnë e zgjedhjeve e ka malo, në gishtin e malë. Dhe unë po tutna që ky shaj nuk më thohet dhe shkojmë në zgjedhje të reja. Jo po tutna, po thuj se janë paralajmërume, kronik e një ngjarje po themi të paralajmërume. Zoti Kurti e tha, është i qarshëm, pa ekuivoke, pa mdyshje, që vendi shkon në zgjedhje të reja. Ky pak ishte kërcënim për ish opozitën, me të kur hala, sepse pe i duket që hala ka zonat fuqishëm aty, unë mendoj që s'ka ma, e ka mujt, definitivisht opozitën, dhe tash muj me thonë që në Kosovë u këju edhe u definu qartë poli albanocentrist, i shqiptarëve të Kosovës, me flamurin Kuqezi, i cili në thelb lidhet direkt me popullin shqiptar, por jo me struktura shtetënore dhe jo me shtetin kosovar. Dhe shteti është në rrezik permanent, sepse një parti albanocentriste me tradit kombëtariste, identitare, me flamuj të Republikës e Shqipënisë dhe me këtë narrativen e saj pro-shqiptare, nuk e di sa ka me mujt me i dhonë zgjidhje shtetit multietnik, integrimit pakicave,